A të ka ndodhur ndonjëherë të zgjohesh në mëngjes dhe të ndihesh po aq e lodhur sa kur u shtrive për të fjetur? Ke fjetur ndoshta 7 orë gjumë, 8 orë gjumë, ndoshta edhe më shumë. Por trupi yt ndihet ende i rënd, mendja e mjekullt, energjia e ulët. Shumë njerëz mendojnë se kjo do të thotë po fle keq. Por në fakt shpesh lodhja kronike nuk ka të bëjë vetëm me gjumin, apo me cilësinë e gjumit. Ka të bëjë me sistemin nervor, stresin, emocionet e pashprehura dhe shpesh ka të bëjë me trupin që mban tension, mban stres dhe mënyrën se si të mësuar të funksionosh në jetë. Përshëndetje, unë jam Ada, jam terapiste holistike. Në punën time, ndihmoj njerëzit të lirojnë traumën, të rregullojnë sistemin nervor dhe të rilidhen me trupin dhe veten e tyre autentike. Dhe një nga ankesat më të shpeshta që dëgjoj është kjo: jam gjithmonë e lodhur, edhe kur fle. Apo edhe kur fle mjaftueshëm. Sot dua të shpjegoj pse ndodh kjo në nivel të trupit dhe sistemit nervor dhe çfarë mund të bësh realisht për ta ndryshuar. Lodhja kronike nuk është gjithmonë mungesë gjumi. Shpesh është mungesë rekuperimi të vërtet. Do thotë që megjithëse fle, trupi dhe mendja jote nuk bëjnë rekuperim, nuk rekuperohen. Ti mund të jesh shtrirë në shtrat, por nëse sistemi nervor është ende në alarm, trupi nuk pushon. Nuk pushon në të vërtet, megjithëse ndoshta ti je në gjumë. Trupi pa siguri nervore nuk bën gjumë rigjenerues. Arsyeja e parë për këtë është sistemi nervor është në survival mode. Do me thënë në një vend ku po mundohet të mbijetoj. Nëse sistemi yt nervor është shpesh në luft, itje apo ngrirje, pra fight, flight or freeze, atëherë trupi yt po harxhon energji edhe kur ti je duke fjetur. Edhe gjatë natës trupi mund të jetë në gjendje mbrojtjeje apo në një gjendje ku i vjen të largohet me vrap. Kjo do thotë muskujt nuk çlirohen plotësisht. Frymëmarrja mbetet gjithmonë sipërfaqësore, trupi nuk hyn thellë në gjumë restaurues. Rezultati? Zgjohesh e lodhur. Arsyeja e dytë: stresi emocional i pashprehur. Shumë njerëz mbajnë shumë brenda vetes së tyre: mërzi, zemërim të shtypur, trishtim, shqetësime, përgjegjësi emocionale për të tjerët. Trupi mban mend gjithçka që mendja përpiqet ta anashkalojë. Pra, emocionet e pashprehura bëhen tension në trup. Dhe tensioni bëhet lodhje. Arsyeja e tretë: ti pushon, por nuk ndihesh e sigurt. Kjo është shumë e rëndësishme. Pushimi i vërtet nuk është vetëm shtrirje. Pushimi i vërtet është kur trupi ndihet i sigurt. Nëse je rritur duke qenë gjithmonë në përgjegjësi, gjithmonë duke menduar për të tjerët, gjithmonë duke u përshtatur, gjithmonë duke u kontrolluar nga të tjerët, trupi yt nuk e njeh qetësinë si diçka të sigurt. Për trupin tënd qetësia, megjithëse është qetësi, duket si rrezik. Arsyeja e katërt: kufit, boundaries në anglisht, dhe lodhja. Nëse nuk e kufi të qartë me të tjerët, trupi yt paguan çmimin. Kjo përfshin të thuash po, kur në të vërtetë do të thuash jo. Kjo përfshin të mbash përgjegjësi emocionale për të tjerët. Kjo përfshin të jesh gjithmonë në dispozicion dhe gjithashtu mos të dëgjosh nevojat e tua, por në vend që të dëgjosh dhe të bësh atë çfarë është e drejtë për ty, bën atë çfarë të tjerët presin nga ti. Kjo është kur nuk ke vendosur kufi me të tjerët. E di që kufin nuk janë të lehtë, por kjo krijon lodhje nervore. Trupi yt lodhet nga mbajtja e peshës së të tjerëve. Arsyeja e pestë: trupi mban tension kronik. Shpatullat janë të ngrira, nofullat të shtrënguara, stomaku është i kontraktuar. Këto janë shenja që trupi nuk ka pushuar për një kohë shumë të gjatë. Edhe nëse fle dhe fle mjaftueshëm, muskujt nuk çlirohen plotësisht, sepse në vend që të rekuperohen gjatë gjumit, janë të ngarkuar gjatë gjithë kohës. Kjo krijon një lodhje që nuk largohet nga gjumi.
Tani shumë marrin kafen e parë, kafen e dytë, kafen e tretë, por kafja nuk është zgjidhja e problemit në këtë rast. Kafja shtyn trupin, por nuk e shëron lodhjen. Kafja në vend që të shëroj lodhjen, faktikisht i thot sistemit nervor edhe pak, shty edhe pak, shty edhe pak. Në një moment që faktikisht sistemi nervor ka nevojë të qetësohet. Dhe ajo që trupi kërkon është ndalo dhe më jep siguri. Kafja thot edhe pak, edhe pak, edhe pak. Prandaj kafja nuk të funksionon, ndoshta të zgjon në moment, por ama nuk të funksionon afatgjatë. Çfarë ndihmon realisht? E para është rregullimi i sistemit nervor. Kam bërë edhe një video të mëparshme në lidhje me këtë që mund të shkosh ta gjesh. Dhe kjo duhet bërë çdo ditë, 5 minuta në ditë. Bëj diçka që i thot trupit je sigurt. Shembujt janë për shembull të vendosësh një dorë në gjoks dhe të marrësh frymë ngadalë. Të vendosësh drita të buta në mbrëmje, jo të gjitha dritat e ndezura, të ecësh ngadalë, të jesh në kontakt me natyrën. Sepse një trup i qetë çon në një energji më të qetë dhe bën që avash energjia të rikthehet. E dyta është lëvizja e butë, jo ta shtysh trupin. Jo çdo trup ka nevojë për më shumë palestër. Shumë trupa ka nevojë për shtrirje, për yoga, për ecje të qetë, për lëvizje duke u fokusuar tek frymarrja. Kjo i nxjerr muskujt jashtë gjendjes së alarmit. E treta, ritmi, jo perfeksioni. Sistemi nervor kërkon ritëm. Të flesh në të njëjtën orë, të hash rregullisht, të kesh pushime të vogla gjatë ditës për të bërë qoftë 1 minutë frymarrje. Ritmi krijon siguri dhe siguria krijon energji. Kufit, të vendosësh kufi me njerëzit, risjell energjin. Çdo herë që thua jo, kur trupi thot po, ti ruan energjin. Pyet veten, çfarë po bëj për të tjerët tani që po më lodh mua? Dhe mos ti frik të thuash jo. Mos ti frik të dëgjosh nevojat e tua. Mos ti frik të vendosësh nevojën tënde mbi nevojën e tjetrit. Nuk do të thotë jesh egoiste. Do të thotë të kujdesesh për veten. Ushqimi është shumë i rëndësishëm. Fast food, patatina, gjëra që janë të gatshme, praktikisht çdo ushqim që nuk gjendet në natyrë, në mënyrë natyrale, pra në pemë, në tokë, është ushqim që nuk duhet të hyjë në trupin tënd. Çdo gjë e rafinuar, çdo gjë e përpunuar, nuk duhet të hyjë në trupin tënd. Të krijon inflamacion dhe inflamacioni krijon lodhje. Është e rëndësishme të hash ushqime të ngrohta, supa, të pish çaj në vend të kafes ndoshta, të hash ushqim të gatuar në shtëpi dhe të marrë sa më pak stimulues si kafja. Sepse e gjithë kjo ndihmon që trupi të ndihet i mbështetur. Një diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është që gjumi mos të jetë thjesht një orar, apo tani duhet flej, por të jetë një ritual. Gjumi nuk fillon në shtrat. Gjumi fillon në mënyrën se si e mbyll ditën. Kështu që do të këshilloja të fikje dritat e forta, të largohesh nga ekrani të paktën 1 orë përpara gjumit, të krijosh një ritual të vogël qetësie, një frymarrje para gjumit. Kjo i thot trupit, dita ka mbaruar dhe je sigurt për të fjetur tani. Diçka e rëndësishme është faktikisht lodhja emocionale. Nëse ndihesh gjithmonë e lodhur, pyet veten, çfarë po mbaj që nuk është e imja? Për kë po mbaj përgjegjësi emocionale? Çfarë po shtyp brenda vetes? Lodhja shpesh është emocion i pashprehur. Dhe lodhja jote nuk është dembelizëm. Nuk është dobësi, nuk është mungesë vullneti. Shpesh është një trup që ka mbajtur shumë pesh për shumë kohë. Tani në këtë moment bër këtë. Mbyll syt, vendos një dorë në gjoks dhe merr frymë ngadalë. Dhe nxirr frymën ngadalë. Dhe thuaj, nuk kam nevojë të shty veten. Trupi im meriton të pushoj. Dhe kujtoj që askush tjetër nuk mund të jetoj jetën tënde për ty, askush tjetër nuk mund të bëjë të ndryshime për ty. Askush tjetër nuk mund të kujdeset për trupin tënd
në vendin tënd. Ti je shtëpia e vetes tënde, energjia jote është e shenjtë. Pushimi yt duhet të jetë i shenjtë. Sa më shumë të japësh trupit siguri, aq më shumë energjia do të kthehet natyrshëm. Shpresoj shumë që kjo video të ketë ndihmuar dhe nëse është kështu, të lutem më shkruaj në komente dhe nëse dëshiron më shumë video për sistemin nervor apo shërimin dhe energjinë reale, abonohu dhe më shkruaj se për çfarë do të ishe dëshirë që të bëja video të tjera. Dhe kujtoj që nuk je e lodhur sepse je e dobët. Je e lodhur sepse ke qenë e fortë për shumë kohë.